pjesë të dytë të sezonit, ku Ferizaj është përmirësuar në tjeshëm. E tani shansi këtu. Timtoj goditje Ramusa, blokohet. Sadiki. Vjen argimi ti shansi këtu, topi bërot e Oguns, kjo goditje, jashtë portës. Vjen ky krosim drejt zonës, shansi këtu dhe drejtën e duart e Maliokut. A do të kemi arkim drejt zonës. E qojmë të rasti dhe gol, Ferizajnë e përsi të ndëruar shikues. Befasot drita midis Gjiljanit. Minuta 18 e këtij dueli. Çfarë goli interesant ishte ky. E pabesueshme, duhet ta rishojmë. Festojnë ujqit janë stadiumit. Shtrim Shabani me gjansë është ai që ka shënuar këtu, nuk u pa dhe aq mirë. Ky top drejt zonës, shansi tani çfarë kapimi në mbrojtje, Apazaj, mirë po intervenon me Kenzi Lajr. Kapimi rënd nga skuadra e Ferizajit. Konte për shumë lojë në këmbrasti tani, kjo goditje! 1-1 intelektualët! Një bombe vërtet ishte kjo. Nuk arrin të reagoj me Kenzi Lajr, nuk e pati as edhe një shans këtu. Para Zogjit shka në 1-1. E mëjta ishte perfekte, Blertënshit. Bani në posedim tani. Ade Oguns, vjen në Avdulli. Oguns vendos tash, vendos lojën në kran tjetër. E poshi, luan prapa. Shansi tani, vjen ky arkim për Askënd. Për Askënd. Abazaj. Kristal Abazaj. Mirë lëvizja Abazaj. Gjen hapësirën Abazaj. Janë shkon temtimi. Minuta 69, ndoshta rasti më i mirë i kësaj pjesë të dytë. Një parazim me 2 humbje i kanë si fantas e këtë edicion. Tani është mundësia Besnik Krasniqi që e kthen ato Plimaj me goditjen. Çfarë pritje, por kemi gol. Kemi gol nga drita Liri Dombalaj. Minuta 82 e duelit dhe festojnë intelektualët. Intervenon në goditjen e parë me Kenzi Lajr. Nuk ka çfarë të bëjnë në të dytën, absolutisht. Zekiria Ramadani ngritët në këmbë, i lumtur me gjans për këtë gol të shënuar. 2-1 është drita para. Shto Duart Rokitje. Shansi tani kjo goditje. Shkon jashtë. Top Apazaj, shansi tani për t'i dhënë fund t'i takimi. Apazaj! Sa ofër një super goli. Kristal Abazaj. Ofër një mrekullie me këtë goditje nga distanca. E pa portierin me Kenzi Lajr që kishte lëshuar portën e tij. E mendoj ta befasonte. Çfarë feste e madhe tani në Gjiljan. Drita fitante kësa Ballkani. Është duke barazuar me Gjiljanin. Vendi parë vijon tjeti intelektualve të nderuar shikues.